Në ditën e dytë, prokuroria e specializuar përmbylli fjalën e saj, duke pretenduar se Hashim Thaçi i kishte gënjur disa herë ndërkombëtarët dhe duke shtuar se deklaratat e mbrojtjes do të merren me rezerva sa i përket UÇK-s deri rolin e ishut të hiqësve të saj. Pas prokurorisë, fjalën përmbyllëse e kishte mbrojtësi viktimave Simon Lejs. Citoi deklaratat të dëshmitarëve lidhur me dëmin që pretendohet se kanë pësuar viktimat. Ai tha se viktimat ishin keq trajtuar dhe pasojë psikologjike disa prej tyre i vuajnë edhe sot e kësaj dite. Sipas tij, anëtarët e UÇK-s kanë kryer krime, por kjo nuk e bën ato organizatë kriminale. Ai tha se pret që në vendimin e trupit gjykues për këtë rast të dëgjohet zëri i viktimave pjesëmarrës. Nesër në mëngjes, ekipi mbrojtës i Thaçit do të nisë fjalën përmbyllëse. Mbrojtësi i viktimave Simon Lejs tha se familjarët e viktimave kanë jetuar në pasiguri, pasi disa prej tyre nuk kishin informacione se të afërmit e tyre nuk jetonin më. Mungesa e informacioneve u jepte atyre shpresë, tha ai. Duke cituar disa dëshmitar, tregoi për jetimin e familjarëve të viktimave. Lejs përmendi dëshminë e një gruaje që humbi bashkëshortin dhe për 25 vjet nuk kishte pasur asnjë provë për vdekjen e tij. Kjo ka qenë një torturë e vërtet, kishte dëshmuar ajo. Lejs po ashtu foli për vrasjet që pretendoi se janë kryer nga UÇK-ja. Mbrojtësi i viktimave tha se këto janë vrasje që janë injoruar, mbuluar dhe fshehur. Sigurisht UÇK-ja është dashur të ndërmarrë hapa për hetimin ndjekjen penale të tyre, tha Lejs. Disa nga viktimat, pretendoi ai, kanë heshtur për humbjen e të afërmëve të tyre nga frika se e njëjta gjë mund t'i ndodhte edhe atyre.